Fillimisht në një tenxhere më të madhe do të shtojmë 1 litër me qumësht. Tani tek qumshti do të shtojmë sheqer. Në total unë përdor 10 lugë gjelle me sheqer. Brenda tek qumshti do të shtojmë 3 pako me puding me aromë të vaniljes. Përzijem mirë dhe vazhdojmë në zjerje, në zjarr mesatar, derisa pudingu ta fitoj trashësinë e dëshiruar. Tani që pudingu ka fituar trashësinë e dëshiruar, e largojmë me një herë nga zjarri. Tek pudingu vali nxehtë do të shtojmë 200 gram me gjalpë. Tani brenda do të shtojmë edhe 100 gram çokoladë të bardhë për gatim. Përzijem mirë tani derisa gjalpi edhe çokolada të shkrihen tërësisht tek krimi. Vend të gjalpit mund të përdorni edhe margarinën, nëse keni dëshirë. Unë preferoj që të përdor gjalp. Tani tek kremi do të shtojmë 180 gram shmand, ajk ose salcë kosi. Nëse nuk keni se si ta matni 180 gram, do ta matni dikon 3 lugë të plota gjelle. Përzijeni mirë edhe një herë. Tani do të marrim 400 gram biskota të thjeshta dhe vetëm do të vazhdojmë që t'i shtypim këtu tek kremi. Pasi shtojmë biskotat, vazhdojmë me kujdes të përzijemi mirë, derisa të sigurohemi që të gjitha biskotat do të na bëhen me krem. Tani marrim një tepsi me numër 28 dhe vazhdojmë që ta shtrojmë një herë vetëm gjysmën e kremit që e kemi përgatitur. Tani këtu mesin do ta mbushim me banane të coptuara imët. Në total unë po shtoj 3 banane. Dhe tani sipër bananeve e shtojmë pjesën e mbetur të kremit me biskota. Tani në një tenxhere më të vogël shtojmë 100 gram çokoladë. Por për ta shkrirë çokoladën, sipër do t'i shtojmë 100 ml krem pana. Në këtë mënyrë do të na mbetet më kremoze dhe kur të ftofet çokolada, mos të shtrëngohet shumë. Vazhdojmë tani në zjarr të ulët që ta shkrijmë ndal ngadalë çokoladën. Dhe tani me çokoladën e shkrirë e mbulojmë tërë sipërfaqen e ëmbëlsirës. Dhe gjithçka që duhet të bëjmë tani është të presim që ëmbëlsira të ftofet në frigorifer. Dikon më së paku 4 deri në 5 orë të shtrëngohet mirë dhe pastaj është e gatshme për ta shërbyer. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta shijoni bashkë me familjen e juaj. Deri në video recitat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.